Good afternoon, everybody, and Mirë welcome dita to të gjithëve dhe mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në çështjen e Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, gjatë konferencës për ecurinë e çështjes më 19 nëntor, trupi gjykues diskutoi me palët, afatet dhe hapat e ardhshëm për gjykimin. Ndër të tjera, trupi gjykues bëri të ditur se deri më 1 dhjetor do të vendosë lidhur me aspektet e provave. Trupi gjykues gjithashtu njoftoi palët se nuk parashikon të thrasë dëshmitar dhe se synon të mbyllë procedurën e paraqitjes së provave në këtë çështje më ose afërsisht rreth datës 4 dhjetor. Trupi gjykues ka ndërmend ta bëjë këtë me vendim publik dhe jo në seancë të hapur. Gjatë seancës, trupi gjykues dha edhe 2 urdhra gojor. Në urdhrin e parë, trupi gjykues me kërkesë të prokurorisë pranoi si prova 2 transkripte të seancave të mbajtura në Kongresin Amerikan. Trupi gjykues sqaroi se seancat në fjalë nuk kishin të llojit juridik dhe për këtë arsye nuk është e nevojshme që transkriptet të trajtohen sipas rregullave të rregullores mbi deklaratat me shkrim të dëshmitarëve. Gjithashtu, trupi gjykues pranoi prova materiale të paraqitura nga prokuroria, duke vënë në dykje se për to nuk pati kundërshtime nga pala tjetër apo mbrojtja e viktimave. Me 18 nëntor, trupi gjykues urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Trupi gjykues konstatoi se vazhdon të ekzistojë rreziku që të akuzuarit të pengojnë ecurinë e procesit dhe të kryejnë vepra penale të tjera. Trupi gjykues kujtoi atmosferën e vazhdueshme të frikësimit të dëshmitarëve në Kosovë dhe theksoi se lirimi i një të akuzuari në dieni të informacionit të ndjeshëm në lidhje me dëshmitarët nuk do të ndihmonte në mbrojtjen efikase të dëshmitarëve. Trupi gjykues rikujtoi se rreziku i ndërhyrjes që synohet të parandalohet me paraburgimin përfshin edhe tentimin për të marrë hak ndaj dëshmitarëve që kanë dhënë dëshmi në proces ose për të nxitur ata të tërheqin dëshminë, si dhe dëntimin për ndyrje ndaj dëshmitarëve në procese paralele. Sipas mendimit të trupit gjykues, vetëm masat në fuqi në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara ofrojnë mjedis të kontrolluar mjaftueshëm, ku një shkelje e mundshme e konfidencialitetit mund të parandalohet ose të identifikohet më lehtë. Seancat në këtë çështje gjyqësore janë shtyrë deri në një njoftim tjetër. Në çështjen gjyqësore të Hashim Thaqit, Isli Kilajt, Bashkim Smakajt, Fadil Fuzliut dhe Haredin Kuqit, lidhje me akuza për ndikim të palegjshëm ndaj dëshmitarëve, më 11 nëntor, gjykatësia e procedurës paraprake njoftoi kryetaren e dhomave të specializuara se çështja do të jetë gati për t'u kaluar një trupi gjykues. Në 12 nëntor, kryetaria e dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova caktoi gjykatësin Christopher Gosnell si gjykatës të vetëm i ngarkuar me gjykimin e kësaj çështjeje. Kryetaria theksoi se sipas nenit 25 të ligjit, akuzat kundër të gjithë të akuzuarve në këtë çështje nuk cilësohen si krime të rënda, sikurse përcaktohet në kodin e procedurës penale të Kosovës dhe se për këtë arsye trupi gjykues mund të përbëhet prej vetëm një gjykatësi. Po me 12 nëntor, gjykatësia e procedurës paraprake bëri kalimin zyrtar të dosjes së çështjes. Me 17 nëntor, gjykatësi Gosnell caktoi datën e konferencës përgatitore për gjykim për më 28 nëntor në orën 9:30 paradite. Ai kërkoi që prokuroria dhe zyra administrative të dorëzojnë parashtrime me shkrim deri më 20 nëntor, ndërsa mbrojtja deri më 24 nëntor. Në këto parashtrime duhet të trajtohen ndër të tjera statusi i hetimeve të palëve, statusi i nxjerrjes së provave dhe nëse palët kanë ndërmend të kërkojnë konstatim gjyqësor të fakteve të shqyrtuara në procese të tjera, qoftë bashkërisht apo me vete. Ai kërkoi gjithashtu informacion nëse prokuroria është e gatshme të bëjë deklaratën hyrëse javën e 15 dhjetorit dhe nëse dëshmitari i parë do të jetë gati të japë dëshmi po atë javë. Kjo ishte e gjitha nga unë. Nëse ka ndonjë pyetje, do të jem më së e lumtur të ju përgjigjem atyre.